Për krye parlamentare mund ta zgjidh rastin problemin sa i përket 61 deputetët mi pas. Me 61 me nismën. 3 deputet të nismës mjaftojnë. Po pse mjaftojnë kur 10 deputet nuk janë të minoriteteve jo serbe? Po s'është vetëm Berisha? Jo, s'është ky, s'është Adem Hoxha, s'është Duda Bale. Vetoni se di, ja është o këtyja, s'o këtyja, ale o kënej. Më thonë nuk jemi sigur, ta mujnë mi bo prapë edhe me limajnë tash 61 deputet. 57 vota pro, gjithmonë. Kur votuat? 54, 55, 56. Po vare, si të tash po ka edhe mungesat të deputetëve të vetëvendosjes atë në Santa, po zakonisht për shembull me dashme e votu, 57 i ka, plus 3. Edhe 3, 60 plus 1. Edhe ku me gjetë që ato një, ku me gjetë që ato plus 1. Plus 1 mund ta gjej një, ndërsa është më letë. Ndërsa është më letë se një numër tjetër, zoti Shala e pati intervistën që pati Kurti mbrëm në RTK-n. Nuk e pa, shkrejt po i pash. E keni dashur shumë? Kënë e kom dasht, Kurtin? Tash me s'foto Kurtin. Unë jo që e kom dasht RTK-n, po në fakt unë e kom rrit krejt karierët në temë që aty në RTK, prej vitit 2000 e kënej, 23 vjetë, o konë si një shpija jam e dytë. Dhe normalisht që e kom dasht. Kurti, nuk e pash, po i pash pjesë nga intervist. Një pjesë ndoshta që lamë shumë pjesë për të komentuar kështu, ishte ajo që unë i kam 61 vota, mirë po letë më sfidojnë parti tjera. Këta shto janë loj fjallë, se me pasaj 61 vota e kish kryj këtë varë punë. Po, unë që thash edhe në fillim, Kurti si duket është interesum me shku në zgjedhjet lokale, bashkë me zgjedhjet të përgjithshme majtë në zgjedhjet lokale. Edhe arsyeja për mendimin tim është që kënë ato zgjedhje lokale, bazë asaj unë që apo mendoj, është që kë tenton edhe me njëjtën kohë, zgjedhje lokale kanë me zgjedhë edhe 4 kryetarët e komunave në veri, më thënë 4 komunave me shumicë serbe që janë. Sigurisht që sërbët kanë me marrë pjesë në zgjedhjet lokale. Edhe njëjtën kohë kë mendon me fitu zgjedhjet, njëjtën kohë edhe me u kriju asociacione se zajednica ose autonomia për sërbët e Kosovës, për atë pjesën veriore. Kështu që ky i bën këto kalkulime për shkak se nëse realizon çështjen e asociacionit ose zajednicës ose autonomisë, që ato që e ka pranu në marrëveshjen e Ohrit e Brukselit, ky edhe mendon me ndrejsh raportet me ndërkombëtar të cilat i ka sot Prishtë. Domethënë po tenton me një hipotezë mi bë disa beneficione për veten e vet. Qysh të shohim dhe qysh të kuptojmë edhe si themi deklarimet e partive të tjera, shembull, po të këtë tashmë Vicaj pas